Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Unë besoj në Zot, Ati plot fuqishëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjis nga fryma e shenjtë, i lindur nga Virgjëresha Mari, vuajti nën Ponc Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varos. Ai zbriti në ferë, ditën e tretë ai u ringjall prej së vdekurish, ai u ngjit në qiell dhe është ulur në të djathtën e Perëndis, Ati të plot fuqishëm, prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Unë besoj në frymën e shenjtë, Kisha e Shenjtë Katolike, kungimi shenjtorëve, thaljen e mëkateve, ringjalljen e trupit dhe jeta e përjetshme. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Agonia në kopësht. Le të reflektojmë mbi misterin e trishtueshëm që Jezus i djersiti me gjak, ndërsa po lutej në kopshin e Getsemanis. Nën e dhimbjeve, na ndihmo të pikëllohemi për mëkatet e të gjithë njerëzimit dhe të shlyejmë ato përmes vuajtjeve tona. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët,
tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Fshikullimi në shtyll. Le të reflektojmë mbi Zotin ton Jezu Krisht, i cili u fshikullua mizorisht nga ushtarët në pallatin e Pons Pilatit. Nëna Mari, mbaje familjen ton të sigurt dhe të shenjtë, na ndihmo të shmangim të gjitha sjelljet e pahishme, turpin dhe rehatin e pahishme nga shtëpitë tona. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari,
hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Kurorëzimi me gjemba. Le të reflektojmë mbi Zotin ton Jezu Krisht, i cili u detyrua të mbante një kuror me gjemba nga ushtarët për ta tallur atë. Nëna Mari, lutu për ne që ta pranojmë gjithmonë birin tënd, Jezusin, si mbretin ton. Na ndihmo të pranojmë mbretërinë e tij gjithmonë e më plotësisht në mendje dhe në zemrën tonë, duke ja kushtuar veten plotësisht mbretërimit të tij. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son.
Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Bartja e kryqit. Le të reflektojmë mbi misterin e trishtueshëm, se Jezusi, pasi u dënua me vdekje, u detyrua ta mbante kryqin e tij në Golgota. Nëna Mari na ndihmo të mbajmë me durim të gjitha fyrjet dhe hidhërimet që përballojmë në jetën tonë të përditshme me kryqin e birit tënd. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot,
Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Kryqëzimi. Le të reflektojmë mbi Jezusin, i cili u gozhdua në kryq midis dy hajdutëve. Nëna Mari, duke kuptuar se Jezusi u kryqëzua për ne, na mundson të jetojmë një jetë të shenjtë, duke kryqëzuar të gjitha dëshirat tona të liga. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus.
Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Të falemi, Mbretëresha e Shenjtë, nëna e mëshirës, jeta jon, ëmbëlsia dhe shpresa jon. Të falemi, ty të thërastim, ne të shkretët bijët e Evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot. Dhe pra, pajtoria jon, ata sy të mëshirshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëresha Mari. Amen. O Perëndi, biri yt i vetëm lindur, na ka bler shpërblimet e jetës të përjetshme. Na bëj të lutemi, ndërsa meditojmë mbi këto mistere të ruzdares më të shenjtë, të Virgjëreshës së bekuar Mari, që të imitojmë ato që përmbajnë, dhe të arrijmë ato që premtojnë, dhe përmjet të njëjtit Krisht, Zoti ton. Amen. Zoti im, unë besoj, të adhuroj, shpresoj dhe të dua, të kërkoj falje për ata që nuk të besojnë, nuk të adhurojnë, nuk të shpresojnë dhe nuk të duan. Të lutemi, o Zot Perëndi, që ne shërbëtorët e tu, të gëzojmë shëndet të përjetshëm, të mendjes dhe të trupit, dhe me ndërmjetësimin e Marisë së bekuar, gjithmonë Virgjëreshës, të çlirohemi nga pikëllimi i tanishëm dhe të fitojmë gëzim të përjetshëm nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Mbaj mend, o Virgjëresha Mari, shumë e hirshme, se kur nuk u di që dikush që shndroi në mbrojtjen tënde, u lut për ndihmën tënde, ose kërkoi ndërmjetësimin tënd, të lihej pa ndihmë. I frymëzuar nga ky besim, unë fluturoj drejt teje, o Virgjëresha e Virgjëreshave, nëna ime, tek ti po vi, para teje qëndroj, mëkatar dhe i trishtuar, o nëna e fjalës së mishëruar, në mëshirën tënde më dëgjo dhe përgjigju. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.